Tensionet politike në sallën e Kuvendit janë reflektuar edhe në një kërkesë zyrtare të mazhorancës për disa masa disiplinore ndaj deputetit Agron Shehaj. 10 deputet socialist firmosin një shkresë drejtuar Sekretariatit Etikës ku kërkojnë përjashtimin e tij me 20 ditë nga të gjitha veprimtaritë parlamentare, duke argumentuar se sjellja e tij ka penguar zhvillimin normal të seancës plenare. Sipas pretendimeve të Partisë Socialiste, Shehaj nuk respektoi kohën e caktuar për fjalën dhe edhe pas ndërprerjes së mikrofonit refuzoi të largohej nga foltorja. Deputetët e shumicës thonë se ai vijoi me tone të larta duke përdorur shprehje fyese dhe kundërshtuese ndaj drejtueses së seancës, si dhe duke u përplasur verbalisht me përfaqësues të grupit parlamentar socialist. Në dokument theksohet se edhe pasi u njoftua masa e përjashtimit nga seanca dhe ju kërkua disa herë të lironte sallën, deputeti nuk u tërhoq, çka sipas tyre solli bllokimin e punimeve dhe pamundsoi marrjen e fjalës nga disa ligjvënës të tjerë. Debati u nxit nga ndërhyrja e Shehajit në mbështetje të banorëve të Rrjollit, të cilët për javësh protestojnë kundër një projekti ndërtimi që pretendojnë se prek pronat e tyre. Kërkesa për masë disiplinore pritet të shqyrtohet nga Sekretariati i Etikës, i cili do të vendosë nëse do të miratojë apo jo përjashtimi 20 ditor nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare.